Çfarë doja t'i thoja prokurorit përgjithshëm të enden kur duhet ndodh thera për timin e tij në sallën e kuvendit, por që u bllokua me një arsye 35 vjeçare. Tre gjëra. E para mbi të gjitha, lehtësia me të cilën refuzohet të hetohet një çështje në mbrojtje të interesit publik. E kam fjalën për tokat publike. E kam fjalën për tokat që nuk janë thjesht vetëm pasuri materiale, por janë pasuri natyrore. Janë tokat e lumenjve. Që nga viti 1956, tokat nga vija e lumit deri në Argjinatur janë konsideruar tokë e lumit, e patjetërsueshme dhe e paparashkrueshme. Nuk ka ligj të komunizmit apo ligj të demokracisë që mos jetë kështu. Tani kur unë dhe gjithkush kallëzojmë për të mbrojtur këtë interes publik natyror, në favor të lumenjve dhe gjendjes natyrore të tyre, natyrisht që nuk mundet të refuzohet hetimi në mënyrë më të lehtë të mundshme. E dyta gjë, refuzimi që vjen për të mbrojtur kafshët, pra për të hetuar krime kundër kafshëve, mbi gjitha kafshëve të shoqërimit. Kur një shoqat, një grupim, po qoftë edhe një individ, kallëzon vrasje kafshësh, nuk mundet që prokuroria të mbyllë sytë dhe të bëjë sikur nuk kupton dhe të hetojë për shkelje të rregullave të karantinimit të bimëve dhe të kafshëve. Dhe në fund fare thot nuk ka shkelje të rregullave, ndërkohë që kafshët janë vrarë. Kafshët janë vrarë. Janë vrarë në qendra publike, apo janë vrarë nga bandit kriminal, rrugësh të marrë, e kështu me radhë, nuk ka pikë rëndësie, por kafshët duhen mbrojtur dhe prokuroria nuk mund të refuzojë hetimin pikërisht për krime të këtij lloji. Dhe e treta gjë që ka të bëjë me lehtësinë me të cilën prokuroria po përdoret nga operatorë të ndryshëm në treg për të luftuar konkurrencën me letra anonime, duke bërë kallëzime të rreme për rivalin. Kjo nuk mund të jetë ekonomi tregu dhe prokuroria afërmendsh nuk mund të përfshihet në këtë histori. Nuk mundet prokuroria të bëhet pjesë e betejave të operatorëve në treg për të zotruar copat të tregut. Këto tre gjëra doja të thoja. Nuk u bëhem mundur, ashtu siç nuk u bëhem mundur të thoja që qeveria duhet fillojë të mendojë për buxhete që mbështesin kushtet e prokurorëve, kushtet e punës prokurorëve.